Mirë se vini në horoskopin nesër. Këtu është horoskopi i premte 14 nëntor 2025. Dashi. Gjëja më e rëndësishme është të sqarohen marrëdhëniet me anëtarët e ndryshëm të familjes, sepse në kohët e fundit ka pasur shumë komplikime. Demi. Ju do të jeni në gjendje të filloni të vlerësoni përvoja të reja, mundësi të reja pune. Dashuria fiton dhe ata që nuk janë të kënaqur mund të ndryshojnë jetën e tyre. Binjaket. Projektet tuaja vlerësohen dhe nëse ja vleni brenda disa javësh do të jetë e mundur të merrni një konfirmim të mirë. Unë do të thoja që mund të bësh çfarë të duash, marrëdhëniet me miq janë shumë pozitive, emocionet vijnë. Gaforja. Kini kujdes nga stresi që jeni të detyruar të mbësoni, një kujdese për ushqimin dhe palestrën. Diçka gjatë drekës do t'ju nervozoj. Luani. Mos e nënvlerësoni një takim që mund të bëhet i rëndësishëm në ditët në vijim. Nuk përjashtoj që ekzistojnë disa mundësi të këndshme për t'u shfrytëzuar. Virgjeresha. Shumë tension dhe agitacion. Kjo nuk është dita më e mirë për të filluar grindjen dhe gjithashtu mund të ndjeheni shumë të lodhur. Peshorja. Sot puna dhe çështjet praktike marrin përsipër gjithçka, ju duhet të filloni një angazhim të ri dhe çdo gjë tjetër bie në plan të dytë. Akrepi. Ata që kanë një biznes apo blerje në mendje do të kenë probleme. Mos merrni vendime të nxituar, rikuperoni energjinë, dita është mjaft kaotike dhe sonte përpiquni të relaksoheni. Shigjetari. Është e mundur që për disa kohë, veçanërisht që nga muaji i kaluar, të keni qenë të zënë me detyra dhe situata shumë të rëndësishme që, nga njëra anë, japin kënaqësi, ndërsa nga ana tjetër përfshin shumë stres. Britqapi. Do të keni një bukuri shumë të veçantë. Kohët e fundit nuk ka asnjë mungesë të iniciativave të mira. Ujori. Në të gjitha projektet nevojitet pak më shumë forcë. Ju do të dëshironi të ikni nga familja, por do të shihni se do të kaloj. Peshqit. Mundohuni të mos i egzagjeroni tensionet sepse durimi juaj do të provohet në mëngjes. Situata emocionale nuk shkon, probleme për t'u përballur me partnerin. Mund t'ju duhet të shtrëngoni rripin për shumë lëshime të fundit. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Së shpejti.